Bilanci tregtar i Shqipërisë për produktet e shportës po dëshmon një varësi gjithnjë më të theksuar nga importet jashtë vendit. Sipas të dhënave të Instat, nga tregtia e jashtme, kategoria produkte bulmetore, vezët dhe mjalti ka pasur një rritje të fortë të vlerës së importit, duke u ngjitur nga 6.8 miliard lek në vitin 2024 në rreth 7.7 miliard lek në vitin 2025. Ky zgjerim prej rreth 14% brenda një viti kalendarik dhe 62% që nga viti 2021 po tregon se prodhimi vendas po humbet terren me shpejtësi përballë produkteve që vijnë kryesisht nga vendet e rajonit dhe Bashkimit Evropian. Kjo rritje e importeve vjen si pasojë drejtpërdrejt e një krize strukturore që ka mbërthyer sektorin e blegtorisë në Shqipëri. Prej vitesh numri i klerëve në blegtori po pëson rënje sistematike, e nxitur nga braktisja e fshatit, plakja e popullsisë rurale dhe mungesa e interesit të rinjve për të trashëguar fermat familjare. Nga ana tjetër, kostoja e prodhimit vendas është shtrenjtuar për shkak të rritjes së çmimeve të inputeve bujqësore dhe bazës ushqimore. Blegtorët shqiptar po i gjejnë veten të pafuqishëm për të konkuruar me prodhuesit e huaj, të cilët mbështeten nga skema subvencionimi dhe teknologji më efikase. Sa kaq tregu po reagon duke u orientuar drejt mbushjes së vakumit të krijuar nga prodhimi vendas përmes importeve, ndërsa konsumi i brendshëm mbetet relativisht i qëndrueshëm dhe kërkesa nga sektori i turizmit po rritet vit pas viti. Mungesa e qumshit dhe nën produkteve të tij Made in Albania po plotësohet nga fabrikat e huaja. Forcimi i monedhës vendase ka bërë importin e djathit, qumshtit apo gjalpit nga vendet e Bashkimit Evropian shumë më të lirë se sa vitet e kaluara. Për një tregtar, sot është më me leverdi të sjellë një maune me qumësht nga Italia apo Hungaria, sesa të grumbullojë sasi të vogla qumshti nëpër fshatrat e Shqipërisë me kosto logjistike të lartë. Leku i fortë po godet rënd prodhuesin vendas që nuk konkuron dot me çmimet e huaja. Kjo situatë krijon një rreth vicioz, sa më shumë rriten importet, aq më shumë ulet presioni mbi institucionet për të mbështetur blegtorinë lokale, duke e lënë këtë të fundit në mëshirë të fatit dhe të zhvlerësuar përballë konkurrencës rajonale.